flasim për autizmin të fëmijët, mirë po shumë pak, ose nëse mund ta quajmë Kosovë as pak, flasim për autizmin të të rriturit. A mund një person tjetoj 20 vjetë dhe tek 25-30 të diagnostifikohet me një autizëm? Po, mundet mirë po, për shembull, po flasim për Kosovë, po flas para 20 viteve, kur shpreha autizmit ka qenë komplet e panjohur, zakonisht ka pas keq kuptime automatizëm, autizëm, s'ka kanë dita si qas ose si çka është. Mirë po, kjo edhe gjithmonë për shembull raste të cilat kanë qenë shumë do me thonë ma të thelluar në autizëm edhe kanë qenë ma raste të sfiduese, për shembull mungesë të komunikimit, kanë pas sjellje të shumë restriktive të lëkundjeve fizike, këtu zakonisht janë trajtuar përmes antipsikotikëve dhe si persona që nuk janë ma të lëvizshëm ose po mirë, po nuk kanë pas as diagnozë autizmit, janë trajtuar me një terapi të ndryshme përmes spitaleve psikiatrike. Mirë po, rastet të cilat janë funksionale, unë mendoj që shumë prej tyre s'kanë qenë vetëdijshëm që janë, edhe tash unë shoh kam kërkesa ndryshme që më ndihmu se me specifiku mësëm në spektër të autizmit për shkak që kanë fiksime për shembull specifike edhe vazhdimsi e bojnë atë sjellje, kanë pas vështirësi me socializu, me shprehndjenjat me tjerë, kanë pas vështirësi me komuniku verbalisht dëshirat e tyre ose për shembull s'kan ditë se si më ju shpreh, më ju qas për shkak normave sociale që s'kan ditë me i përbrendsu. Këtë këto janë elemente që tash ka edhe plot rritun që i njoh, po edhe në vene të huaja, kështu që i përcjelli që hinë edhe në për forume të ndryshme, ka instrumente tjera që janë online edhe mundën ka pak mi po ato linjat e kuqe ose elemente që mundet me qenë në spektër.